Natën e 19 tetorit 2015, kanadezët ju drejtuan kutive të votimit në shifra rekord. Në të gjithë vendin, shumë njerëz dieshin thellësisht të pakënaqur me drejtimin që po merrte Kanadaja dhe besonin se kishte ardhur koha për ndryshim. Kur u shpallën rezultatet, Justin Trudeau u zgjodh kryeministër, i pritur nga turma të mëdha që brohorisnin emrin e tij. Mesazhi i tij ishte i thjeshtë dhe i fuqishëm. Kishte ardhur koha për ndryshim të vërtetë. Kanadezët nga njëri skaj i vendit në tjetrin u ndjen të gjallëruar dhe plot shpresë. Ata besonin se një ardhmë më e ndritur i priste përpara. Qeveria premtoi të ndërtonte më shumë shtëpi, ta bënte jetën më të përballueshme dhe ta udhëhiqte Kanadan, drejt asaj që shumë e imagjinonin si një epokë të re të ardhë. Ëndra kanadeze dukej se po ringjallej. Sot ajo ëndër është zbehur. Çmimet e banesave janë rritur me ritme historike. Bankat ushqimore po luftojnë për të përballuar kërkesën dhe po detyrohen të refuzojnë kanadezë të uritur. Emigrantët po largohen nga vendi në shifra rekord. Për shumë njerëz, ëndra kanadeze është dëruar në një mangth. Ky është realiteti më i errët me të cilin përballet Kanadaja sot. Nëse i pyet kanadezët e zakonshëm se si ndihen për të ardhmen, shumë prej tyre do të flasin për një ndjenjë dëshpërimi. Duke u rritur, ata imagjinonin të krijonin familje në lagje të sigurta, të zotronin një shtëpi komode dhe të gëzonin stabilitet. Dikur kjo dukej e arritshme, sot duket gjithnjë e më larg. Me çmimet e shtëpive që po shpërthejnë, pronësia banesave është kthyer në një fantazi për shumicën e kanadezëve. Për të përballuar një shtëpi mesatare, një familje tani duhet të fitojë rreth $170,000 në vit. Në Vancouver, kjo shifër rritet në rreth $360,000 në vit. Kur krahasohet me të ardhurat mesatare familjare prej afërsisht $80,000, hendeku bëhet i pamundur për tu injoruar. Për shumë njerëz, zotrimi i një shtëpie nuk është më një qëllim realist. Si rezultat, shumica e kanadezëve që nuk zotrojnë tashmë pronë kanë hequr dorë plotësisht. Ata nuk besojnë më se pronësia e një shtëpie është e mundur gjatë jetës së tyre. Ajo që e bën këtë veçanërisht tragjike është fakti se nuk ka qenë gjithmonë kështu. Për dekada të tëra, zotrimi i një shtëpie në Kanada ishte i arritshëm për familjen mesatare. Megjithatë, me kalimin e kohës, çmimet e banesave janë rritur shumë më shpejt se pagat. Ky shekuilibër ka shkatruar shpresat e një brezi të tërë. Edhe për ata që arrin të blejnë, vlera shpesh është e dobët. Në Vancouver, një shtëpi mesatare kushton afërsisht $2 milion, por shpesh ofron hapësirë dhe cilësi të kufizuar. Shumë kanadezë pyesin veten pse duhet të paguajnë këtë çmim, kur me të njëjtën shumë mund të blejnë një shtëpi të madhe në qytete si Austin. Qiraja, e konsideruar dikur si alternativa më e përballueshme, është bërë po aq e vështirë. Vite me ndërtim, rritje të shpejtë të popullsisë dhe burokraci qeveritare kanë krijuar një mungesë të thellë banesash. Në të gjithë Kanadan, normat e boshllëkut të banesave me qira kanë rënë në rreth 1.5%, që do thotë se qiramarrësit po konkurrojnë ashpër vetëm për të siguruar një vend ku të jetojnë. Çdo njoftim për qira tërheq qindra aplikime, duke lënë shumë njerëz të demoralizuar dhe të pafuqishëm. Për disa, zgjedhja është bërë brutalisht e thjeshtë: të mbash një çatim mbi kokë ose të mbash drita ndezur dhe ushqimin në tryezë. Ti bësh të dyja nuk është më e garantuar. Normat e ulta të boshllëkut kanë shtyrë qirat në nivele ekstreme. Pronarët e dinë se qiramarrësit kanë pak alternativa dhe vazhdojnë të rrisin çmimet për të maksimizuar fitimin. Në qytete të mëdha si Toronto dhe Vancouver, një apartament mesatar me një dhomë gjumi kushton afërsisht $3,000 në muaj. Pas taksave dhe qiras, shumë kanadezë mbeten me pothuajse asgjë. Njerëzit po anashkalojnë vakte, po punojnë disa punë njëkohësisht, po jetojnë në makina dhe po mbështeten te borxhi vetëm për të mbijetuar. Kanadaja tani ka një nga raportet më të larta të borxhit familjar ndaj produktit të brendshëm bruto në botë. Kjo krizë përkeqësohet nga vite të tëra mosveprimi qeveritar. Shumë kanadezë besojnë se politikat, si në nivel federal, ashtu edhe lokal, e kanë përkeqësuar situatën. Nën kryeministrin Justin Trudeau, Kanadaja ka përjetuar rritjen më të madhe të çmimeve të pasurive të paluajtshme në historinë e saj. Politikat e emigracionit kanë luajtur rol, me gati 3 milion emigrantë të pranuar që nga viti 2016, si dhe mbi 1 milion student të huaj.
duke ushtruar presion të jashtëzakonshëm mbi një treg banesash tashmë të nënfurnizuar. Ndërkohë, Kanadaja ka investuar në strehim për dekada të tëra. CIBC vlerëson se do të nevojiten afërsisht 5 milion shtëpi shtesë deri në vitin 2030 për të rikthyer përballueshmërinë, një objektiv që edhe zhvilluesit e konsiderojnë një realist. Qeveritë lokale shpesh rezistojnë ndërtimit në shkallë të gjerë. Pronarët kundërshtojnë zhvillimet të reja, lejet vonohen dhe udhëheqësit politik hezitojnë të veprojnë. Rezultati është një sistem strehimi i shtrirë për te kufive të tij dhe një vend që po lufton për të përmbushur premtimin që dikur i bëri popullit të vet. Përveç vetë mungesës së banesave, qytetet dhe provincat vendosin shtresa taksash, tarifash dhe kërkesash rregullatore që rrisin ndjeshëm si koston, ashtu edhe kohën e nevojshme për ndërtimin e shtëpive të reja. Në disa qytete, këto barë shtesë përbëjnë mbi 20% të çmimit përfundimtar të një shtëpie, kosto që në fund u kalon drejt për drejt blerësve dhe qiramarrësve. Taksat dhe burokracia vazhdojnë të zgjerohen pjesërisht, sepse qeveria po rritet më shpejt se popullsia që shërben. Midis viteve 2020 dhe 2023, qeveria e Kolumbisë Britanike u rrit me 23%, ndërsa sektori privat u zgjerua vetëm me 1%. Ky ekuilibër kërkon të ardhurat gjithnjë e më të mëdha nga taksat. Në nivel federal ekziston një prirje e ngjashme, me gati 20 miliard dollar të shtuara çdo vit në kostot operative të qeverisë, që nga viti 2015, duke gërryer edhe më tej përballueshmërinë e banesave. Një tjetër goditje e madhe për përballueshmërinë vjen nga investimet e huaja. Kanadaja shihet gjerësisht si një destinacion i sigurt dhe tërheqës për kapitalin global, por gjithashtu një nga vendet më të lehta në OECD për pastrimin e parave. Një raport i porositur nga qeveria në Kolumbinë Britanike rriti në përfundimin se sasi të mëdha parash nga tregu i zi po derdheshin në pasuritë e paluajtshme kanadeze, veçanërisht në Vancouver dhe Toronto. Pavarësisht këtyre gjetjeve, zbatimi real i ligjit ka qenë minimal. Pastrimi i parave mbetet i përhapur, duke shtrembëruar çmimet e banesave dhe duke i larguar edhe më shumë shtëpitë nga mundësitë e kanadezëve të zakonshëm. Megjithatë, strehimi është vetëm një pjesë e krizës më të gjerë të përballueshmërisë. Edhe kostot e përditshme të jetesës janë rritur ndjeshëm. Që nga viti 2022, çmimet e ushqimit në Kanada janë rritur me mbi 10%. Vetëm në mars të vitit 2023, gati 2 milion kanadezë u mbështetën te bankat ushqimore. 2 fish më shumë se në vitin 2019 dhe niveli më i lartë të regjistruar ndonjëherë. Një nga faktorët kryesorë që poshtyn rritjen e çmimeve të ushqimit është mungesa e konkurrencës. Edhe pse zinxhirët e supermarketeve shpesh fajsohen, problemi më i thellë është përqendrimi i tregut. Një numër i vogël kompanish kontrollon afro 80% të tregut ushqimor. Për dekada me radhë, qeveritë kanë dështuar të parandalojnë konsolidimin, duke dhënë lojtarëve dominues mundësinë të maksimizojnë fitimet. Buka është nga shembujt më të qartë, me vetëm 2 kompani të mëdha që kontrollojnë shumicën e tregut. Politikat qeveritare kanë ndikuar drejt për drejt edhe në rritjen e kosteve të ushqimit. Skemat e menaxhimit të furnizimit për shpendët, vezët dhe produktet e qumështit shtojnë rreth $450 në vit në shpenzimet e familjes mesatare kanadeze. Për shumë familje, kjo shumë e vetme mund të bëjë diferencën midis pagesës së qiras ose mbetjes prapa me detyrimet. Edhe kostot e energjisë tregojnë një histori të ngjashme. Qeveria federale prezantoi taksën e karbonit me qëllimin e deklaruar për të ulur emetimet dhe për të nxitur inovacionin, duke pretenduar se rimbursimet do ta kompensonin barrën financiare. Në praktik, kjo taksë ka bërë benzinën dhe ngrohjen e shtëpive dukshëm më të shtrenjta. Kanadezët tani shpenzojnë më shumë për karburant se qytetarët e çdo vendi tjetër të G7-s, me një diferencë të madhe. Reagimi publik është rritur vazhdimisht. Edhe antarët të partisë në pushtet kanë folur hapur, ndërsa ankesat nga qytetarët janë shtuar ndjeshëm. Presioni arriti kulmin në provincat atlantike, ku banorët që varen nga nafta e shtrenjtë dhe jo efikase për ngrohje nuk mundën më të përballonin kostot shtesë. Qeveria përfundimisht u tërhoq nga politika në atë rajon për të shmangur dëmtimin e mëtejshëm politik. Pavarësisht pretendimeve se rimbursimet i lënë shumicën e kanadezëve më mirë, zyra parlamentare e buxhetit sqaroi se
Kur merren parasysh efektet më të gjëra ekonomike, familjet në tërësi dalin më keq. Çmimi i karbonit është vetëm një shembull se si politikat qeveritare kontribojnë në rritjen e kostove në shumë sektorë. Telekomunikacioni është ndoshta rasti më i dukshëm. Kanadezët paguajnë disa nga çmimet më të larta në botë për shërbimet e telefonisë mobile dhe internetit, rreth 7 herë më shumë se australianët dhe 100 herë më shumë se konsumatorët në vende si Finlanda. Situata u përkeqësua kur Shaw, ofruesi i katërt më i madh, u ble nga Rogers, kompania më e madhe e telekomunikacionit në vend. Qeveria miratoi marrëveshjen, ndonse bashkime të tilla zakonisht bllokohen ose vonohen në vende të tjera të zhvilluara. Sektori bankar ndjek të njëjtin model. Konkurenca është jashtëzakonisht e kufizuar dhe hapja e një banke të re në Kanada është pothuajse e pamundur për shkak të barierave rregullatore që favorizojnë institucione të mëdha ekzistuese. Si rezultat, kanadezët paguajnë disa nga tarifat bankare më të larta në botën e zhvilluar, rreth $250 më shumë në vit se sa konsumatorët në Mbretërinë e Bashkuar ose Australi. Arsyeja është e thjeshtë, mungesa e konkurrencës. Një mënyrë e mundshme për të ulur kostet dhe për të përmirësuar standardin e jetesës është rritja e ekonomisë dhe krijimi i vendeve të punës me paga të larta. Megjithatë, Kanadaja ka hasur vështirësi edhe në këtë drejtim. Që nga viti 2019, produktiviteti ekonomik ka rënë, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë shënuar një rritje prej rreth 6%. Kjo rënje ka kontribuar drejt për drejt në pagat e ndenjura dhe në uljen e cilësisë së jetës. Një faktor kyç është investimi i dobët i sektorit privat. Kompanitë kanadeze po investojnë jashtë vendit në nivele rekord, sepse besojnë se mund të gjenerojnë kthime më të mira diku tjetër. Besimi në mjedisin e biznesit në Kanada është dobësuar. Në të njëjtën kohë, shumë industri mbeten të dominuara nga pak lojtarë të fuqishëm, duke ulur stimujt për inovacion dhe riinvestim. Ndërhyrja qeveritare ka luajtur gjithashtu rol. Investimet në sektorin e energjisë kanë rënë ndjeshëm, duke ulur me rreth $60 miliard në vit, që nga viti 2014. Edhe pse disa argumentojnë se Kanadaja duhet të largohet nga nafta dhe gazi, industritë e reja nuk kanë arritur të mbushin boshllëkun. Që nga viti 2016, rritja e produktit të brendshëm bruto nga sektori i teknologjisë ka ndjekur vetëm inflacionin, pa rritje reale. Rezultati është një largim masiv i startupeve dhe profesionistëve të kualifikuar. Çdo vit, rreth 7% e kanadezëve zhvendosen në Shtetet e Bashkuara në kërkim të pagave më të larta, kostove më të ulta të jetesës dhe mundësive më të mëdha. Koston përfundimtare nuk e paguajnë institucionet, por qytetarët e zakonshëm, ndërsa standardi i jetesës bie dhe presioni ekonomik vazhdon të rritet. Kjo ishte gjithçka për sot. Abononi në kanalin ton për më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin.